Andini, i biri i Ukshin Hotit, aktualisht është kryesues i Komisionit Qeveritar për personat e zhdukur me dhunë, deputat në Kuvendin e Kosovës, i zgjedhur në zgjedhjet e fundit. Mirë po, Andini më shiron kujtimin ton për ideologun, politologun, martirin e kombit Ukshin Hoti. Prania e tij në këtë manifestim përkujtimor e kulturor e bën më madhështor aktivitetin ton. Prandaj, kam kënaqësinë që ta ftoj për një fjalë raste. Të nderuar familjarë të dëshmorëve, invalidët dhe veteranët e luftës, të nderuar familjarë të personave të zhdukur, i nderuar kryetari i Komunës Ravec, zoti Ismail Latifi, veprimtar politik, shumë të respektuara familje të katër dëshmorëve të demokracisë, shumë të respektuar të nderuar të pranishëm bashkëqytetarë. Ky aktivitet me emrin Flaka e Janarit bashkon emrat e atyre që u vranë në demonstrata, të atyre që u pushkatuan, u zhdukën e u burgosën, dhe të atyre që më vonë morën armën për shqiruar vendin tonë. Flaka e Janarit na kujton se liria e Kosovës nuk ishte rastësi, por një proces i dhimbshëm, i gjatë dhe i paguar me jetë njerëzish. Ukshin Hoti na mësoi se liria nuk kërkohet duke u përshtatur me padrejtësitë, por duke u sfiduar ato me vetdije, dinitet dhe guxim moral. Ai shndroi kërkesën për republikë nga një dëshirë, nga një qëllim politik të artikuluar dhe nga një rrezik personal në një detyrim kombëtar. Demonstruesit e 27 janarit të vitit 1990 marshuan me këtë frymë. Ata nuk marshuan vetëm kundër një regjimi, por për një ide, idenë e republikës. Sot në kuadër të kësaj flake të kujtesës kombëtare, jemi mbledhur këtu jo vetëm të kujtojmë 4 emra, por të përulemi para një dite që i dha formë lirisë sonë. Me 27 janar 1990 në Brestas ranë për të mos vdekur kurrë Nasemir Shani, Halim Goti, Hilmi Krasniqi dhe Agron Fetaho. Dhe siç ka thënë babi, Nasemiu, Halimi, Agroni dhe Hilmiu e kishin dëgjuar zërin e ndërgjegjës brenda shpirtit të tyre që i urdhëronte bëje ose vdes për ta vrarë vdekjen. Në atë ditë, pushteti serb mendoi se me plumba mund ta ndalte kërkesën për liri, por në fakt ndodhi e kundërta. Plumbat e asaj dite e legitimuan përgjithmonë kërkesën për Republikën e Kosovës. Ishte dëshmi se populli shqiptar kishte vendosur të mos jetonte më i përkulur. Historia e Kosovës nuk do të kuptohet kurrë pa sakrificën e atyre që ranë para luftës, kur të kërkoje liri ishte krim dhe të kërkoje republik ishte dënim me vdekje. Katër dëshmorë që ndërojmë sot janë pararoja morale e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ata janë zinxhiri që lidh rezistencën pasore me rezistencën e armatosur. Pa Brestosin e vitit 1990 nuk do të kishte as Fortest vitin 1991. Pa ato nuk do të kishte as epopej të lavdishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Sot kur Kosova është shtet, ne kemi një detyrim të madh. Të mos e harrojmë sakrificën, të mos e harrojmë historinë dhe të çojmë amanetin e tyre përpara. Lavdi të përjetshme dëshmorëve të 27 janarit, lavdi gjithë dëshmorët e kombit, nderim familjeve të tyre.